Si të arrish suksesin shpejt? Gjithë çështja është që kur flasim për biznesin, kur flasim për targetat financiare apo kur flasim për qëllimet, flasim gjithmonë për shpejt. Imagjino, ti për shembull je 30 vjeç, okay? Je një kulm të biznesit tënd edhe do të rritësh më shumë biznesin. Edhe do të shkosh në një nivel, për shembull, le të themi je 1 milion euro dhe do të shkosh në 2 milion apo 3 milion euro. Apo je 100.000 euro, xhiro në vit dhe ti do të shkosh në 200.000, 300.000, 1 milion euro. Mënyra më e mirë e mundshme është që ti të arrish shpejt edhe gjithmonë duhet ajo shpejtësia. Neve gjithmonë vlerësojmë shpejtësinë. Për sa kohë? Nëse unë dua t'i bëj për 20 vjet, atëherë ti do shkosh 50 vjeç, apo mund t'i bësh për 1 vit, për 2 vjet, për 3 vjet. Nëse ti do që të arrish një sukses për 60 vjet, për 70 vjet, çfarë kuptimi të kishte suksesi? Pra gjithmonë jemi në garë me kohën. Gjithmonë lufta jonë, sfida jonë është, ore shiko, si ti bëjmë gjërat më shpejt. Te ky kompania ime, te kjo gjë që unë po bëj tani, çfarë mund të bëjmë që ta bëj më shpejt? Çfarë mund ta përmirësojmë që ta bëj më shpejt? Imagjino, kur neve flasim për komunikimin, si ka qenë atëherë komunikimi? Me fax, pastaj u shpjegoi maili, tani kemi me WhatsApp, me chat, me direct e gjërat. Çfarë është kjo? Është një shpejtësi në komunikim. Edhe kur ti bën gjërat shpejt, ato vlerësohen. Sot nuk vlerësohet vetëm ta bësh gjën. Nuk është çështja që shiko, ta bëj unë këtë gjën edhe është okay. No. Çështja është ta bësh shpejt. Imagjino tash me klientin, ai porosit një produkt tek ty dhe ti ai jep mas 6 muajsh. Ose ai jep mas 6 javësh apo jep çështë. Ai do sa më shpejt të mund. Atëherë, nëse neve duam suksesi shpejt, atëherë cila është gabimi që 99% njerëzve bëjnë? Futen aty në Google, si të arrijë suksesin shpejt. Edhe marrin ca leksione aty për suksesin shpejt në biznes. Si të kemë unë më shumë shitje, marrin ca leksione aty, edhe si të kemë unë shitje. Si të kemë unë stafi të performoj më mirë, futen aty, marrin ca leksione. Dhe mendojnë që problemi kryesor është informacioni. Dhe mendojnë që problemi që ata kanë është informacioni. Ata mendojnë që nëse unë do ta kisha njohurinë e dur, do ta bëja. Por shiko, duhet të kem këtë suksesin shpejt ona. Jep një formulë kështu, shpejt bam ta marr. Nëse se ti mendon që mund ta bësh këtë gjën shpejt me marrë informacionin shpejt, jep informacionin, ta bëj. Këtu është një gjë që është totalisht nuk po kupton një gjë thelbësore. Që se do ishte thjesht çështje njohurie, atëherë si të dobësohem unë, futem aty, si të dobësohem, marr recetën. Nuk do kishte më njerëz që do vuanin nga mbi pesha. Okej, do ishim gjithë në rregull, do ishim gjithë fit, do ishim gjithë slim. Nëse është çështje njohurie, atëherë më jep mu formulën, më jep mu artikullin, çfarë artikulli është, edhe unë mbaroj ju zgjidh puna. Problemi nuk është këtu. Problemi është diçka më madhore. Problemi është tek një gjë që nuk ka lidhje me njohurinë. Okej, mos bëjmë shumë ide filozofike. Mund të marrim një rast konkret? Kemi këtë filxhanin. Okej, ky është filxhani, imagjino tani filxhani që neve po i hedhim një ujë. Okej? Imagjino tani që neve po i hedhim ujë. Edhe uji ç'a bën? Mbushet filxhani, mbushet plot. Edhe uji fillon edhe të derdhet poshtë. Okej? Tani, çfarë bëjmë neve? S'po kemi rezultate. I hedhim prapë më shumë ujë. Edhe filxhani fillon edhe të derdh, po ky filxhan kaq ujë mban. Nuk është se mban më shumë, po i hodhe më shumë ujë, nuk është se do mbaj më shumë. Po i njëjta gjë është. Okej? Atëherë, cili është problemi jon? Problemi është që na duhet që të mbajmë shumë ujë, na duhet që të marrim një filxhan tjetër, më të madh. Atëherë, nëse sa mund ta krahasojmë për shembull me uji, është kontenti. Pra ajo informacioni që neve i fusim mendjes tonë. Kontekst, filxhani është konteksti. Filxhani është konteksti. Dhe konteksti është ajo sistemi besimeve, sistemi mendimeve, mënyra se si neve mendojmë, dhe ky është konteksti jo. Neve çfarë bëjmë tash?
Kem në Google si të kem strategji suksesi biznes, si të kem strategji biznesi të suksesshme. Fusin një njohuri më tepër, okay? Fusin njohuri më tepër këtu. Fusin më tepër njohuri. S'ka strategji biznesi suksesshme. Okej, hiqe. Merr një njohuri tjetër. Futemi prapë në Google, futemi në ChatGPT këtë rast. Ajo versioni 4 që është versioni me pagesë. Hey, si të kem strategji biznesi të suksesshme. Edhe më jep ajo informacionin, unë tani në mendjen time filloj edhe fus informacion tjetër. Në informacion tjetër, po asgjë nuk ndryshon. Çfarë problemi ka? S'po kuptoj. Atëherë është problemi i biznesit. Se biznesi funksionon. Jo, nuk është kjo. Është problemi i kontekstit. Nuk është problemi i kontentit. Nuk është problemi se sa më shumë njohuri ti të marrësh, aq më shumë ti do fitosh. Aq më shumë ti do performosh. Aq më shumë ti. Çfarë bëjnë njerëzit? Marrin informacion nga YouTube, marrin informacion nga Google, marrin informacion, blejnë kurse, blejnë libra, blejnë pa fund informacion, dhe shohin që jo vetëm që janë bërë më shumë lëmë se që ishin, por nuk po ka progres, nuk po ka sukses. Atëherë, cili është problemi këtu? Problemi nuk është te kontenti, problemi është te konteksti. Pra, çfarë është konteksti? Kontekst, kur flas për kontekst e kam fjalën për sistemin e besimeve, mendimeve, për mjedisin, për programimin, janë bindjet e tua, mënyra se si ti mendon. Kjo është ajo që unë them konteksti. Pra nuk është problemi te kontenti. Njerëzit mendojnë se Chelsea, kyçi është kontenti. Dua të dobësohem, po marr çik aty njohuri se si të dobësohem edhe mbaroj. No, është mënyra e kontekstit, pra mënyra e mendimeve, sistemi bindjeve e tjerë. Këtu është gjithmonë problemi që njerëzit çalojnë. Asnjëherë nuk është çështje njohurie. Është gjithmonë çështje, pra nuk është çështje kontenti, por është gjithmonë çështje kontekstit. Po mirë, okay, konteksti. Tash si ta kuptojmë që unë kam kontekstin, okay, pra është në rregull konteksti që unë kam apo jo. Si mendon ti, si mund ta zgjidhësh? Fare thjesht. Në qoftë se ti ke këto rezultate që ke dhe nuk të pëlqejnë, do të thotë që është fare i kontekstit. Pra, nuk është në një çudi e madhe ose në një zgjidhje e madhe. Për të gjetur nëse një gjë funksionon apo jo, shoh rezultatin. Edhe them ky rezultat është në rregull, më pëlqen? Okej. Nuk është në rregull, nuk më pëlqen, atëherë duhet të ndryshoj kontekstin. Okej? Atëherë për të ndryshuar kontekstin janë tre mënyra. Ne, si qenie humane, nuk jemi të vetë ndërgjegjshëm dhe si pasojë jemi krijesa të zakoneve. Neve funksionojmë gjithmonë me zakone, me rutine. Ke parasysh daily routine habits, Kam zakon. Sa të çohem njes, do pi kafe. E kam zakon që para se të shkoj të filloj punën, dhe e pi kafe me shokun. Po me shoqja për shoqëri. E kam zakon që sa herë i ustoj, marr një libër ose pra i kemi gjëra të zakonit, jemi krijesa të zakonit. Atëherë, duke qenë se ne jemi krijesa të zakonit, problemi nuk është që neve të ndryshojmë kontekstin. Atëherë, nëse se unë duhet të ndryshoj kontekstin, i bie që të ndryshoj mënyrën se si unë mendoj, mënyrën se si unë ekzekutoj apo se si implementoj gjëra. Atëherë, si mundet ta ndryshoj unë kontekstin? Si mundet ta zgjeroj unë kontekstin, ta bëj më të madh? Okej? Tre mënyra. Të vetmet mënyra që ti mund të ndryshosh kontekstin, që mund të ndryshosh, mund të zgjerosh kontekstin, dhe ti mundet që të përfitosh më shumë vlerë. Vetëm tre mënyra. Më saktë, jo tre mënyra, po tre hapa. Pra kemi hapin që është njëri, dyshi, treshi. Nuk mund të funksionojë dot të ndarë veç, apo nuk mund të bësh dot njërin edhe të lesh dot tre të tjerë. Okej? Hapi numër 1. Zhytu thellë. Fokusohu, zhytu thellë. Hiq vëmendjen nga këto objekte të ndritshme. Hiq nga këto pjesë të shikosh se ky biznesi s'po funksionon, po i ke pa një biznes tjetër. No, zhytu thellë dhe krijoje si një lloj obsesioni, si fiksim. Ke parasysh kur bie dashuri edhe ti e ke fiksim edhe e gjatë gjithë kohës, i emocionuar dhe gjithë botën ti e shef ëmbël, e shef roz, e shef të bukur, e shef fuqi, mundësi, përparësi, progres, sepse je i dashuruar. Ky është ai fiksimi. Pra ti zhytesh thellë. Kur ti zhytesh thellë, kjo prodhon emocion dhe emocioni
ndryshon kontekstin. Imagjino, jemi duke shkuar në palestër edhe duam që të ndryshojmë, pra duam që të kemi një trup më të mirë. Edhe çfarë bëjmë neve tash? Marrim girën, edhe po kam sukses, s'po merr fare krau. Pse? Sepse me këtë peshë normal që ti nuk merr. Marrim një girë më të rëndë. Edhe fillojmë girën më të rëndë, pra çfarë bëm? U zhytëm më të. Fillojmë edhe ngrejmë. 3 4. Kjo është vetëm mënyrë se si mund të marrim muskuli. Nuk ka mënyrë tjetër, nuk ka ilaç magjik apo nuk ka një gjendje kështu. Bam, hop, u bëre me muskuj. Flasim për atë që unë promovoj, pastaj ka metoda tjera pafund, unë nuk jam pjesë e tyre. Kur ti zhytesh thellë, atëre ti këtë gjën që bëhet fokus, bëhet kryesor, ke parasysh to që rrin palestër? Si e kam këtë, shohin rrin para pasysh, bukur, pejë fit, nuk u bën, Kjo është ajo që thuhet fiksim. Imagjino që ti të bësh ti gjë për biznesin tënd. Imagjino për shembull të mësosh një aftësi të re biznesi, edhe ti të zhytesh thellë tek biznesit. Kur themi për fokus, themi për vendim, decidere. Është në latinisht do të thotë ti të presësh çdo lloj mundësie tjetër, të kesh distancë ndaj çdo objekti tjetër të ndritshëm. Atëherë ti thu, shiko, unë këto 3 muaj do zhytem thellë, edhe do mësoj një aftësi të re, e cila mund të ndikojë tek biznesin, të ardhmën e mia të rritjen. Çfarë do bëj? Atëherë unë mësoj një aftësi të re dhe zhytem aq thellë sa më bëhet fiksim, më bëhet obsesion. Dhe i heq çdo lloj mundësie tjetër, çdo lloj justifikimi apo çdo lloj objekti tjetër të shëndritshëm që neve na pengon tek pjesa e sukses. Okej? Pra, zhytu thellë, krijo emocion, zhytu thellë. Kur ti zhytesh thellë, krijon emocion, emocioni zmadhon kontekstin. Cili është hapi i dytë? Hapi i dytë është punëso një coach. Pse duhet punësosh një coach? Duhet punësosh një coach sepse është një personal trainer, personal joti i cili të mban ty të fokusuar dhe të jep ty një perspektivë tjetër të ndarjes së gjërave. Imagjino, meqenëse se ishim tek shembulli i palestrës, imagjino tani. Kemi palestrën, edhe këtu kemi girën, edhe fillojmë edhe bëjmë. Koçi do të prit kujdes. Shtoje më këtej, kape më në rregull këtu, kape fort, po, mbaje kyçin këtu, edhe jepi tani. Po. 3 4, thot koçi, lëre, thot, më lër të numëroj unë për ty. Jepi. Edhe koçi numëron 3 4 5 6. Ti jep shumë drejt fare. Edhe 2. Deri sa ti sforcohesh edhe e bën më shumë. Kjo është detyra e koçit. Dhe ti kur ke një personal trainer në atë palestrën tënde dhe stërvitjen tënde, ti motivohesh më shumë edhe ke një si guide që ty të orienton edhe thotë i shiko. Jepi më shumë. Hajde bëjmë këtë. Ti nuk e bën dot vetë. Nuk e bën dot vetë, ti pse s'e bën dot vetë? Në as parë po ta kishe bën vetë, kishe bën tash. Niku. Dhe ato dytë që është më kryesorja, është që është perspektiva tjetër. Ti tash ku do të mash mirë, do mash mirë që të fokusohesh me bë ato ushtrimin fort, marrësh maksimumin, apo do bësh do çosh fokusin te kjo si po e bëj apo çfarë po e bëj. No. Këtë e bën koçi, e bën ky tjetri, ky personi tjetër që ka këtë perspektivën ndryshe dhe ti bën ato që ti duhet bësh më mirë. Okej? Kjo është metoda shumë e mirë, nëse ti punson një tjetër, për të kujdesur për ty edhe për këto gjërat e tua, për këtë ambicien tënde, për këtë aftësinë tënde apo për qëllimin tënd, sepse ai të shikon nga jashtë. Kurse ti nga brenda nuk merr vesh gjë, se ti e brenda nuk e kupton dot veten, nuk e ndjek dot veten, nuk e bën dot. Kurse kur është ai tjetri nga jashtë, atëherë ti e kupton veten edhe mund të manovrosh edhe. Okej? Dhe e treta, që është më kryesorja, është krijo një rutinë ditore. Krijo një rutinë ditore. Çfarë është kjo krijo një rutinë ditore? Qëra, nëse neve bëjmë palestre fort fare, fort. Hajmë pashë, që mas 6 muajsh vim prap, kjo nuk ka efekt. Nuk ka efekt edhe nuk ndryshon asgjë në jetën tënde. Nuk merr as muskuli, asgjë.
Pse? Sepse ti e bëre shumë pak, e bëre një herë. Kjo krijon atë që quhet konsistencë ose sistemi vazhdueshëm. Koçi, duke të dhënë atë mënyrë programin e tij ditor javor, ai të ndjek, atë monitoron progresin dhe ti je konsistent, je sistematik në atë gjë që bën. Fillon avash, nuk e fillon shumë një herë, vup, bërihet. Fillon avash, e rriti çik dozën, Koçi ty të shef që ti po ecën, po performon mirë, ta rrit. E shef që po ecën mirë, ta rrit edhe çik. E shef që s'po ecën mirë, ta mban aty ku je. Pra, kjo është detyra e koçit apo e personal trainerit, që ti të nxitesh që ti të performosh më mirë, të aftësohesh më mirë në atë gjë që po bën. Por thelbi i kontekstit cili është? Thelbi i kontekstit është siç e thamë që fillim, ta bësh gjën më shpejt. Ta bësh gjën në një kohë më të shkurtër, sepse një çështje është neve nuk po themi që ta bësh apo mos ta bësh. Dihet që do ta bësh patjetër. A të kesh sukses apo mos kesh sukses? Patjetër do të bësh. Çështja është si ta kesh më shpejt. Nëse të blin kohë, jemi gjithë ngarë me kohën. Ti, nëse do një trup të fortë, të mirë, të bësh gati për verën, se tash fillon vera, edhe do shpejt. Nuk e do, hajt, me Terezi, kur të kemi kohë? Terezi, mu ka jeti, fillon, e zvarrisim gjëra. Okej? Kështu që, në këtë lloj forme, kur ti ndryshon kontekstin e gjërave, atëherë merr vlerë dhe njohuria, merr vlerë dhe puna, merr vlerë dhe çdo gjë. Kur ti ndryshon kontekstin, pra sistemin e besimeve, ti zgjeron enën tënde dhe ti mund të shtosh më shumë kontent. Jo thonë, çështja e kontentit ka bëj me vënien punë, në aplikimin, jo kot në kot. Vën në punë, aplikon njohurinë, edhe kur ti aplikon njohurinë, ajo kthehet në. Tani kthehemi çik më konkret, më specifik në biznes. Si ta konvertojmë tani këtë gjë që folëm në biznesin tim? Skill versus strategy. Skill versus strategy. Skill është aftësia. Strategji është strategjia. Mirë po, në qoftë se duam ta fokusojmë çik më tej, duam ta sqarojmë çik më tej, është që strategjia me përkufizim ka kuptimin që të dish çfarë duhet bërë për të arritur një qëllim. Pra, jam në pikën A, do shkoj në pikën B dhe unë përcaktoj strategjinë, rrugën që do ndjek për të shkuar nga pika A në pikën B. Jam në nivel shitjes në 100.000 euro, do shkoj në 1 milion euro. Pika A, pika B. Si do ta bëj këtë? Ndjekim rruga numër 1, 2, 3, 4, 5, varet. Kjo është strategjia. Po aftësia çfarë është? Aftësia ka të bëjë me të bësh diçka në mënyrën më të mirë të mundshme për të arritur qëllimin. Të bësh diçka në mënyrën më të mirë të mundshme për të arritur qëllimin. Strategji biznesi ka pafund. Unë do të them diçka, do të listoj disa. Problemi ku është këtu? Problemi është tek aftësia për t'i vënë ti në punë strategjinë. Në qoftë se unë të them ty strategji biznesi, ti do kesh dy gjëra dhe ti nuk e bën dot, nuk e ekzekuton dot. Atëherë ti ke dy gjëra. E para është do tallesh, më thua çka këto budalliqe, ka nga se si di me këto. E dyta është do duket aq shumë e vështirë, aq shumë larg sa do të thosh kjo s'është për biznesin tim. Këto i di më. Po. Pse? Sepse të mungon aftësia. Imagjino, ti ke një program kompjuteri i cili bën të mundur optimizimin e reklamave në digital marketing. Okej? Strategjia. Përdore këtë programin, edhe ti do t'i bësh reklamat më të mira që të gjesh lica më të kualifikuar dhe të gjesh më të mirë. Okej. A ti ta bësh? No. Pse? Ja ku e ke strategjinë bëje, po nuk e ekzekuton dot. Pse? Sepse s'ke aftësinë për ta përdorur këtë programin. Nuk ke aftësinë për të përdorur këtë strategji. Ty të duhet aftësia për ta vënë në punë. Imagjino, kemi Lionel Messin, futbollistin, edhe del aty Lionel Messi. Lionel Messi bën ato spektaklet me ato futbollin, bën ato golat e bukura aty. Ajo është strategjia, bëje ti këtë. Pse se bën ti këtë?
Çfarë është ai? Më i mirë se ty, më i madh se ty, më i gjatë se ty, më i çuditshëm, jo, një i normalesh. Po pse? Sepse ai ka aftësinë për ta bërë këtë gjë. E njëjta që funksionon në biznes. Më lër të listoj pak disa nga strategjitë e tua për biznes. Strategji për biznes, të cilat ti mund të shpërthesh biznesin dhe mund ta çosh atë në një nivel tjetër. 1. Rrit fitimin. Po, sa e bukur kjo. Po këtë e dishim ne. Po, e dishim. Strategji për të kaluar në next level. Dyfisho shitjet. Po, strategji për biznesin? Po sepse kjo është strategji për biznes. Zero tregun. Poziciono brandin. Dyfisho klientët high-ticket. Super strategji. Këtë strategji unë ta sugjeroj fort që ti ta fokusosh dhe ta vësh si plan pune për 3 muaj të ardhshëm. Si të dyfishoj numrin e klientëve high-ticket në biznesin tënd. Strategji biznesi tjetër. Krijo radhë në biznesin tënd që klientët të presin në radhë. Zero kanalet e komunikimit me klient. Cilët janë kanalet e komunikimit që po përdor tani? Zero, shto edhe një më tepër. Kalo biznesin tënd online. Kalo biznesin tënd komunikimin online. Do të thotë unë kam online. Shumë i shtohet më shumë ose bëj diçka që po bën më shumë tek pjesa e online-it. Jo, ky biznesi im nuk mund bëhet dot online. Shumë bukur. Vëre qëllim vetes, bëj strategji që ta kalosh online. Ka një mënyrë, patjetër që ka mënyrë. Dyfisho personat e interesuar për biznesin tënd, lead generation. Ka një strategji për ta bërë këtë gjë. Rrit konvertimin e klientëve. Ka dhe një strategji për ta bërë këtë. Pra, strategji për të rritur shitjet. Zero numrin e stafit. Po pra këtë du me zgjidh. Po, kjo është strategji biznesi. Zero numrin e stafit. Dyfisho pagat e stafit. Bona teorik tash. Patjetër. Pse? Sepse të gjitha këto janë strategji biznesi shumë të duhura për biznesin tënd, vetëm se ti nuk di ti ekzekutosh, nuk di ti vësh në punë. Pse? Po sepse bëhen pra për biznesin tënd, funksionojnë për biznesin. Fakti që nuk i ke bërë do të thotë që ti nuk i ekzekuton dot, jo se nuk ekzistojnë, ose biznesi jot funksionon ndryshe. Por thjesht ti nuk di ti vesh në punë. Okej? Kështu që nëse ti ke këtë mindsetin e kontekstit, ke mindsetin e skillit, e aftësisë dhe strategjisë, atëherë unë them që po fillon të kuptosh diçka. Ti s'more vesh asgjë, që çfarë fola unë. Unë të sugjeroj që këtë video ta shohësh prapë 2-3 herë derisa ta kuptosh sepse është çike thellë, por ajo që unë dua në thelb ti të kuptosh është që sot ti po ndërgjegjësohesh edhe po kupton diçka në lidhje me strategjitë, me suksesin, me rrugët e për të çuar biznesin tënd në sipër. Nuk është çështja e strategjisë, e njohurisë. Njohuria ka pafund, futun ChatGPT, të mbyt ajo në njohuri. Çështja është tek konteksti, pra tek aftësia jote për të ekzekutuar gjërat. Okej? A do 4 strategji unike për biznesin tënd? 4 strategji, vetëm 4 strategji, të cilat unë i përdor për biznesin tim edhe t'i sugjeroj fort dhe për ty. Di cilat janë? Vetëm 4. Okej. Strategjia numër 1. Lead generation. Si ti të krijosh lica në një trajt sistemi, në një lloj pune që ti të automatikisht të bëhen vetë, të gjenerojnë lecat vetë, pa qenë ti aty. 2. Lead conversion. Si të konvertosh ti më shumë lica. Si të konvertosh ti më shumë nga njerëz të interesuar, ti sjellësh më shumë ti bësh më shumë blerës. Client ascension, si të rritësh ti klientët, pra ti marrësh nga low cost i çosh në high ticket. Dhe fundit, client retention, si të mbash ti klientët. Në videon e radhës unë do të tregoj se si këto 4 strategjit janë përdorur në botë dhe si këto strategji mund t'i përdorësh dhe ti në biznesin tënd. Ama për të ekzekutuar këto 4 strategji të duhen 4 skillsa. Skillsi numër 1, pra aftësia numër 1. Dhe unë i quaj këto patjetër strategji sniper dhe skill sniper. 1. Closing. Është super aftësi. Mos më thuaj që di ta bëj shitjen sepse nuk di ta bëj shitjen. Më beso për këtë. E dyta, copywriting. Aftësia se si ti të shkruash një tekst që nëpërmjet atij teksti të bindesh të tjerë të blejnë produktin tënd.
është tjetër gjë ndryshe fare nga ato çfarë ti mund të dish apo ka këtu në treg. Është shumë e rrallë, janë këto copywriterat këtu në Shqipëri. E treta është content creator, si ti të krijosh kërkesë, si ti të krijosh njerëz që ty të pëlqejnë apo të kërkojnë. Dhe e katërta është coaching. Çfarë është coaching? Është aftësia për të kopjuar veten. Si ti të duplikosh veten tek stafi yt, si ti të bësh jo vetëm ti t'jesh më i mirë i stafit apo ti t'jesh i gjitha, po si të kopjosh veten. Është aftësi vete që i thonë. Nëse ti ke këto 4 strategji, dhe këto 4 aftësi, këto 4 skillsa, dhe këto 4 strategji, biznesi do të shpërthej me dërmas. Mendon të njëjtën gjë? Komento më poshtë dhe mësuaj çfarë të pëlqeu dhe a bën kjo për biznesin tënd?